Nuk është më hipotezë që brenda SPAK-ut ka prokurorë të cilët të përfshirë në interesa klienteliste dhe lidhje familjare miqësore nuk kanë futur në procese hetimi zyrtar, politikan, oligark, trafikante miq të tyre, megjithse hetuesit e BK-s u kanë çuar dosje me prova për ta. Këtë qok e bëri dhe prokurori i SPAK-ut Olzdado me dosjen Yor Gogoro për tokën e vjedhur në Imar, ku bashkëshortët Olta Xhashka dhe Artan Gaçi nisën ndërtimin e resortit Drimadhes Luxury Suices nëpërmjet kompanisë së tyre AGTSC Hotel Management. Megjithse grupi i hetuesve dhe ekspertëve të BK-s dorëzoi te prokurori Olzdado prova të shumta shkresore të pakontestueshme që vërtetonin se çifti Artan Gaçi dhe Olta Xhashka kishin inskenuar grabitjen e tokës në Imar me letra false. Ai nuk i futi në hetim me procedim penal si bashkautor të krimit me ish-kryebashkiakun Yor Gogoro dhe 3 të tjerët. Po bëjmë një pyetje logjike, mbështetur në kodin moral dhe në kodin e procedurës penale pas këtij skandali me fshehje krimi nga vetë prokurori i SPAK-ut. A do ta procedojë drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani prokurorin Olzdado që la jashtë hetimit çiftin Xhashka Gaçi duke shpërfillur provat që i dorëzuan hetuesit dhe ekspertët e BK-s? Pas vendimit të gjyqtares Flora Hayreddinaj, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani duhet procedojë penalisht prokurorin Olzdado dhe t'i kërkojë LD-s dhe KLP-s pezullimin e tij. Sali Berisha duket i rrethuar nga të katër anët e drejtësisë. Edhe gjykata e lartë rrëzoi sot kërkesën e tij për përjashtimin e trupës gjykuese që do shqyrtojë rekursin kundër masës së sigurisë detyrim paraqitje. Berisha kërkoi nëpërmjet mbrojtjes së tij largimin e gjyqtarëve Ilir Panda, Sander Simoni dhe Sokol Binaj. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike kërkon heqjen e masës së sigurisë detyrim paraqitje me argumentin se nuk ka asnjë kusht apo kriter që të qëndrojë kjo masë sigurie. Ndërkohë, ditën e sotme ndodhi ajo që kishim paralajmëruar më herët, zvarritja e procesit gjyqësor ndaj Sali Berishës, duke ngritur një pikpyetje të madhe se çfarë po ndodh e çfarë do të ndodh në vazhdim. Sot u shty sërish seanca paraprake për aferën Partizani, pasi mungoi avokati i dhëndrit të Berishës Jamar Bermaltezi. Sot do të vendosej nëse të pandehurit Sali Berisha dhe Jamar Bermaltezi do të kalonin për gjykim, por gjyqtarja Davidi vendosi shtyriën e seancës për më datë 11 prill. Të pandehur në aferën Partizani janë Sali Berisha, Jamar Bermaltezi dhe 3 të tjerë, biznesmeni Fatmir Bektashi, ortaku Jamar Bermaltezi, Xhimi Begeja dhe financieri Andja Pustina. Në këtë dosje Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv. Ndërkohë, mësohet se kreu i Partisë Demokratike i ka kërkuar përsëri leje prokurorisë së posaçme për të mos u paraqitur këtë të hënë në zbatim të masës së sigurisë ndaj tij detyrim paraqitje, me argumentin se do të ketë një vizitë pune në Francë. Nuk dihet nëse SPAK do t'ia miratojë kërkesën siç bëri dhe herën e fundit kur shkoi në Gjermani, apo do t'ia refuzojë atë. Megjithatë, kështu si po shkon kjo punë, ku procesi ndaj tij po zvarritet gjithmonë, vihen në dyshim prapaskenat. Ndodhi ajo që pamfleti paralajmëroi një ditë më parë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka rikthyer formularin e dekriminalizimit në qeli Ilir Metës, në dukje një lëvizje që mund vërë në pikpyetje kandidimin e tij në zgjedhje. Mësohet se Ilir Meta nuk ka deklaruar në këtë formular procedimin penal dhe hetimin e përbashkët nga Prokuroria e Përgjithshme dhe Prokuroria e Beratit në nëntor 92 me akuzën për organizim dhe nxitje rebelimi kundër rendit kushtetues nëpërmjet punonjësve të kombinatit të armëve në Poliçan. Ilir Meta nuk ka deklaruar po ashtu në këtë formular as procedimin penal dhe hetimin në vitin 2011 dhe gjykimin nga gjykata e lartë në janar 2012 për aferat korruptive që u publikuan në video prifti që u bë shkak për tragjedinë me 4 protestues të vrarë më 21 janar 2011. Por edhe pse ndodhet prej 5 muajsh në paraburgim, Ilir Meta nuk ka deklaruar në këtë formular as faktin që është i arrestuar nga SPAK dhe gjykata e posaçme për korrupsion, pastrim parash, pasuri të paligjshme dhe fshehje të tyre dhe lobime të fshehta financiare me qarqet ruse e cipriote. Megjithatë, nuk është ashtu si duket kjo punë, pasi mësohet nga burimet tona se ka qenë vetë Ilir Meta ai që ka kërkuar riplotësimin e formularit të dekriminalizimit dhe tek e fundit kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi nuk ka se si ta djeg nga kandidimi bashkëfshatarin e tij Ilir Meta. Ditën e sotme u mbaj takimi i Komitetit Përbashkët Konsultativ, ku edhe sot nuk munguan kritikat e Bashkimit Evropian për qeverisjen në Shqipëri, nëpërmjet ambasadorit të tyre në Tiranë Silvio Gonzato. Ky fundit kërkoi më shumë përfshirje në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian të shoqërisë civile, pa ai nuk e di se këtu nuk ekziston shoqëria civile, dhe edhe për këtë fajin e ka politika dhe pushteti. Gonzato theksoi sot se në kontekstin e antarësimit në Bashkimin Evropian pjesëmarrja në vendimarrje e shoqërisë civile është e rëndësishme. Mirë po kryeministri Edi Rama e shfrytëzoi kryekput edhe këtë takim për të bërë fushat elektorale për votat e 11 majit. Meqense kauzën kryesore ka pasaportën e Bashkimit Evropian, Ramos ju dha rasti më i mirë për të vazhduar propagandën e tij boshe. Rama thotë se vendi toni është dhënë një mundësi më e mirë për të integruar në BE. Sipas tij, Shqipëria po jeton në një moment ku Brukseli dhe Bashkimi Evropian janë me vullnetin e plot dhe gatishmërinë për të bërë vendin ton pjesë të tyre. Rama beson në shansin për të hapur të gjithë grup kapitujt në të ardhmen e afërt. Dhe po, edhe këtu, si në çdo takim tjetër elektoral, Rama tha se ai është i vetmi me partinë e tij, Partinë Socialiste, që mund ta realizojë një ditë afërt këtë objektiv. Por përveç propagandës boshe, Rama njihet edhe për batutat e tij të famshme,
sidomos me të huajt. Duke shkëmbyer batuta me presidentin në largim të Komitetit Ekonomik dhe Social Europian Oliver Röpke, Rama e falenderoi duke u shprehur se ka qenë një sindikalist i vërtet duke thyer tavanet e xhamit në Bruksel për Shqipërinë. Madje me largimin nga kjo detyrë, Rama i ofroi atij një punë të re në Shqipëri, por duke i theksuar se çdo gjë tjetër mund të jetë ajo, përveç se karriga e kryeministrit që mban ai. Në fjalën e tij, Oliver Röpke pranoi gabimin që ka bërë deri më sot Bashkimi Evropian duke lënë jashtë disa shtete ende në listë pritjesh. Ai bëri thirrje që Unioni të mos e përsërisë këtë gabim. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi sot një takim me pensionistët, pra me bashkëmoshatarët e tij, duke e ditur fare mirë se pas 11 majit asesi nuk do të vi dot në pushtet përballë Edi Ramës. Berisha vazhdon me premtimet e tij të mëdha. Sot Berisha i gënjeu pensionistët se kur Partia Demokratike me në krye atë të vinë në pushtet pas 11 majit, dhe sipas tij kjo është e sigurt, do të hartojë një paketë të gjerë për këtë kategori, që përfshin analiza mjekësore falas si edhe rimbursimin e plot të ilaçeve për ta. Duke kritikuar me demek kundërshtarin e tij në qeveri, Berisha e cilësoi akt turpërues për jashtimin e pensionistëve nga programet e analizave mjekësore. Por në propagandën e tij boshe, sikurse Edi Rama, Berisha thot disa të vërteta të forta dhe që padyshim qëndrojnë, si kjo e tanishmja. Sipas Berishës, kontrata mes Edi Ramës dhe Vilmanushit është një nga plaçkitjet më të mëdha dhe ai premtoi ta ndalojë këtë praktik. Në takimin e sotëm, Berisha premtoi heqjen e të gjitha detyrimeve fiskale për pensionistët që punojnë. Nga ana tjetër, ai foli për heqjen e taksës mbi dividendin, të cilën e cilëson si të padrejtë. Edhe pse të gjitha këto premtime padyshim që janë shumë të mira, nuk vlen asnjë lek, sa kohë edhe vetë pensionistët e shkretë dinë që Berisha nuk vjen kurrë në pushtet. Dhe për këtë pjesë jo se ka faj Sali Berisha, por ky i fundit ka faj kryekput, sepse gënjen hapur, duke e ditur fare mirë se nuk do të vijë një ditë në pushtet, dhe për këtë ka bërë një pakt me kryeministrin Edi Rama. Ky i fundit i pari dhe kreu demokrat, si gjithmonë i dyti, me ca kompromise më të mëdha se kaq, që përfshin llogaritë e tyre me drejtësinë dhe pasuritë që kanë vënë në mbi 3 dekada. Sali Berishën vazhdon të shqetësoj Lulzim Basha, kreu i Demokratëve Euroatlantik, edhe pse ky i fundit, sipas kryedemokratit aktual Sali Berisha, nuk ka më asnjë fuqi elektorale. Po atëherë pyetja naive që bëhet është pse shqetësohet Sali Berisha? A flet ai çdo ditë për fitore plebishitare pas 11 majit? Partia Demokratike vijon denoncimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe në autoritetet e tjera të linjës për keqpërdorimin e logove dhe simboleve të tyre nga Lulzim Basha. Pas denoncimit për keqpërdorimin e logos në zyrat ku zhvillon aktivitetin politik Lulzim Basha, tashmë kërkohet që ky i fundit mos përdor as online simbolet dhe logot e Partisë Demokratike. Kjo kërkesë ka të bëjë me faqen e internetit dhe mediat sociale që përdoren nga Lulzim Basha, që në shumë raste janë simbolet e Partisë Demokratike. Një këshill falas kemi ne. Nëse Sali Berisha dhe Partia Demokratike Zyrtare do të fitoj bindshëm sikur se thot përballë Edi Ramës me 11 maj, jo simbole të përdor Lulzim Basha, por edhe vota të blej në mas, nuk e ndryshon dot frymën që ata pretendojnë. Shteti policor nuk ka fytyrë tjetër përveç kësaj që pushteti Edi Ramës ka, sikur të mos mjafton ironia e shtetit dhe vjedhja e të gjitha të dhënave të shqiptarëve vetëm pak muaj para zgjedhjeve të vitit 2023. Pasi u vodhën të dhënat pak muaj më pas, sot doli e u shpik një histori e pa dëgjuar. U hakerua sistemi IT dhe kompjuterët e 3 prokurorëve të Sfakut, se ku fshihet lepuri e vjedhjes fundit që do të zbulohet shumë shpejt. Ne do të shkruajmë në ditët në vijim, por ajo çfarë është më tronditse është e vërteta e asaj që po ndodh në Shqipëri aktualisht, pak shtresa nën ato që shet drita e diellit në botën e errët të krimit që drejton sferat e larta të qeverisjes së vendit. Lufta është e fortë dhe e egër. Pak kohë më parë Edi Rama ka firmosur një vendim qeverie i cili ka hapur rrugën e institucioneve përkatëse të instalojnë një program përgjimi për çdo qytetar që jeton brenda kufive të Shqipërisë. Projekti ka më shumë se një vit që gatuhet dhe ka kushtuar miliona euro të paguara tek izraelitët në fshehtësi të plot dhe javët e fundit janë bërë provat gjenerale nëse funksionon siç ekspertët izraelit kanë premtuar apo jo. Aparaturat e frekuencës së lartë kanë aftësi përgjimi për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, të afta të tërheqin biseda të shkruara ose të folura bazuar në fjalë kyçe që përfshin politikën, aktivitete shoqërore, civile, para dhe emrat përveçëm që as pak rastësisht janë armiq të kryeministrit të Shqipërisë. Vendimi i firmosur nga Rama është shpërndarë në fshehtësi të plot dhe qarkullon vetëm në duar të besuara. Për këtë Edi Rama duhet të dalë të jap llogari urgjent. Ai duhet të tregojë për vendimin që ka firmosur dhe të shpjegojë ligjërisht se si do t'i përgjojë shqiptarët. Çfarë nuk po na shohin sytë, nuk po na dëgjojnë veshët në këtë vend çdo ditë. Një histori si nëpër filma është regjistruar në qytetin e Vlorës. Policia ka arrestuar një 15 vjeçar me pretendimin se ka hakeruar institucionet shtetërore. Policia i ka sekuestruar PC, drone, telefon këtij të mituri. Sipas asaj që raportohet nga policia, gjatë muajit mars 2025, i mituri ka arritur që të ndërhyjë në mënyrë të paautorizuar në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve shtetërore, emailë dhe faqe zyrtare, duke shkaktuar ndërprerjen e funksionimit të tyre për periudha të caktuara kohore. Ky operacion është ndërmarrë pas një hetimi intensiv një mujor të ndjekur me metoda speciale hetimi në kuadër të goditjes së krimeve kibernetike.
Nga hetimet e deritanishme, thot policia, nuk kemi të bëjmë me vjedhje të dhënave apo dokumenteve konfidenciale nga këto sisteme. Gjatë kontrollit në banesë, të miturit ju sekuestruan 5 kompjuter laptop, 6 aparat celular dhe një dron. E po nëse sistemet e institucioneve shtetërore që nga kaq të dobta, sa mund t'i çatrafilos një 15 vjeçar, kjo pastaj është për të vënduar në kokë dhe nuk ka faj mituri shkret, po lirojeni. Jo për gjë, po mund t'i shfrytëzoni njohurit prej gjeniu që pas ka. Shqiptarët po vriten çdo ditë. Jo me armë, se edhe me armë janë vrarë dikur, por tashmë me armë të ftohta. Në këtë vend skandali zë skandalin. Pas mishit të pulës me salmonel, mandarinave e spesave me pesticide, në treg është shitur e gjithë sasia me lule shtrydhe me pesticide. Lule shtrydhet e importuara nga shteti grek me importues Geri SHPK dhe aktivitet magazin fruta perime kanë dalë me pesticidin heksiklozox, shumë i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit. Por pas rezultatit të analizave, AKU ka dalë në terren për të hequr nga tregu këtë sasi lule shtrydhesh me pesticide, por si gjithmonë vonë, pasi e gjithë ngarkesa është shitur dhe konsumatori shkrete ka kullufitur. Por çfarë parashikojnë rregullat në të tilla raste? Që këtu asgjë zbatohen ndonjëherë. Rregullat thonë se për çdo produkt që importohet nga jashtë deri në daljen e analizave, ky produkt duhet të qëndrojë i bllokuar dhe të mos dalë në treg. Edhe për këtë rast, nuk ka asnjë reagim zyrtar as nga AKU dhe as nga Ministria e Bujqësisë. Lista e skandaleve është e përditshme dhe shumë e gjatë. Cili është i radhës do pyesni ju. Po meqense jemi tek tema e ushqimit që po vret shqiptarët, pronari AMG Food është falur. Edhe pse importoi 8 ton mish pule me salmonel, pronari AMG Food është falur nga gjykata dhe kjo e fundit ka vendosur të vazhdojë hetimi, por në gjendje të lirë. Policia e Tiranës ndaloi Arben Gonxhen, pronarin e kompanisë AMG Food, i cili më datë 11 mars importoi nga Brazili 8 ton mish pule të kontaminuar me salmonel, që përfundoi në treg dhe u konsumua thuajse e gjitha. Ai u shpall në kërkim për veprën penale importim, prodhim, shitje dhe ruajtje ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Mirë po pas konsultimit me prokurorin, u vendos procedimi në gjendje të lirë i këtij shtetasi. Produkti ardhur nga Brazili u fut në vendin tonë përmes portit të Durrësit, ndërsa më datë 21 mars, përgjigjet e analizave të kryera në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare treguan se mishi është i kontaminuar me salmonel. Në pritje të përgjigjes së analizës, AKU tha se kompanisa AMG Food ishte kërkuar të ruante produktin në ambientet frigoriferike dhe të mos e tregtonte, por në shkelje të ligjit kompania e kishte shitur atë të gjithë në bizneset e nivelit të dytë. Gjykata e lartë ka rrëzuar sot rekursin e paraqitur nga avokatët e Mario Përlleshajt, i dyshuar i kryesor për vrasjen e bashkëmoshatarit të tij Martin Cani, duke lënë kështu në fuqi masën e sigurisë arrest me burg. 15 vjeçari Mario Përlleshaj ndodhet aktualisht në Institutin e të miturve në Kavaj. Ai ka kërkuar vazhdimisht një masë më të butë sigurie, por kërkesat e tij janë refuzuar nga të gjitha shkallët e gjyqësorit. Disa ditë më parë, gjykata e Tiranës vendosi kalimin për gjykim të çështjes penale ndaj tij, duke refuzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar, që do të thotë se në rast se shpallet fajtor, Përlleshaj nuk do të përfitojë uljen me 1/3 e dënimit. Familjarët e viktimës Martin Cani kanë kërkuar drejtësi dhe transparencë në trajtimin e çështjes nga ana e sistemit gjyqësor në vend. Merr fund arratia, vjet në pranga Altin Morina, ish efektiv i forcave Renea, që bashkëpunoi me Durim Bamin për kultivimin e drogës në Nikël. Altin Morina u arrestua në mars të vitit 2023 pasi në makinën me të cilën po lëvizte ju gjetën 113.000 euro. Por një muaj më vonë, 43 vjeçari me detyrë shef i repartit të stërvitjes tek forcat Renea u lirua nga qelia pasi deklaroi se shumën e parave e kishte marrë huate një biznesmen për një problem personal dhe se ato nuk ishin të krijuara nga aktiviteti kriminal. Ndërkohë, Altin Morina u shpall në kërkim më datë 17 maj të vitit 2024 në kuadër të operacionit Revanshi. Sipas Pakut, Altin Morina ka bashkëpunuar me Durim Bamin për kultivimin e kanabisit në zonën e Niklës dhe Tapizës në vitet 2019-2020. Në dinamikën e hetimit të këtij procedimi penal janë grumbulluar prova që krijojnë dyshimin e arsyeshëm se shtetasi Durim Bami, në bashkëpunim me shtetasin Altin Morina me detyrë efektive forcave Renea në kohën e kryerjes së krimit, kanë organizuar kultivimin e bimëve narkotike në zonën e Niklës dhe Tapizës, thuhet në dosjen e Spakut. Pasi presidenti amerikan Donald Trump futi në luftë tregjet globale, shumë fuqi të tjera si Bashkimi Evropian apo edhe Britania e Madhe, nga ana tjetër Franca, pavarësisht paralajmërimeve, nuk shkuan deri tek aktet e forta, të paktën deri më tani. Përkundrazi, ata vazhdojnë të presin një marrëveshje apo negociat të mundshme me presidentin amerikan për të lehtësuar situatën. Mirëpo superfuqit mbeten superfuqi. Kina ka vendosur të hakmerret në kohë reale ndaj vendimit të Donald Trump dhe SBA-ve për rritjen e tarifave. Kina vendos tarifa shtesë prej 34% për të gjitha mallrat amerikan. Kjo mas hyn në fuqi nga data 10 prill. Ministria e Jashtme kineze thot në një deklaratë se qasja amerikane ishte jo në përputhje me rregullat e tregtisë ndërkombëtare, duke cënuar seriozisht të drejtat dhe interesat legjitime të Kinës dhe është një akt tipik ngacmimi të njanshëm.
Kina ka qenë gjithmonë një mbrojtëse e vendosur e rendit ndërkombëtar ekonomik dhe tregtar dhe një mbështetëse e vendosur e sistemit tregtar shumë palësh. Ne I bëjmë thirrje SBA-ve që të korrigjojnë menjëherë praktikat e tyre të gabuara dhe të anullojnë masat e njëanshme tarifore, thuhet në deklaratën zyrtare të Kinës. Megjithatë, nga ana tjetër, edhe pse tregjet botërore janë në recesion, presidenti amerikan thotë se për shembull Britania e Madhe është e kënaqur me tarifat amerikane që vendosi ai 2 ditë më parë, dhe këtë ai e lidh me faktin se Britania e Madhe ishte ndër vendet që mori një tatim shumë të ulët, ai prej 10%. Megjithatë, zërat flasin se edhe Bashkimi Evropian mund të ndërmarrë ndonjë akt hakmarrës në vazhdim, si për shembull një gjobë e mundshme prej $1 miliard për Elon Musk, gjobë që mund t'i vendoset miliarderit për shkeljen e aktit të shërbimeve digjitale. Por si e përkufizon presidenti amerikan Donald Trump të gjithë situatën e shkaktuar në rang global pas vendimit të tij për rritjen e tarifave? Operacioni ka përfunduar, pacienti mbijetoi dhe po shërohet, thot ai. Në shtëpinë e bardhë ka nisur prerja e kokave. Presidenti amerikan Donald Trump ka shkarkuar nga detyra kreun e sigurisë kombëtare duke e quajtur atë të pabesë. Kjo vjen pasi më herët 6 punonjës të Këshillit të Sigurisë Kombëtare u pushuan nga puna pas një vizite në zyrën ovale. Presidenti Trump ka shkarkuar generalin Timothy Huff, kreun e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare dhe të Komandës Kibernetike të SBA-ve. Ende nuk ka një informacion zyrtar për këtë vendim, por duket se ky i fundit vjen pas një takimi të zhvilluar mes presidentit Trump dhe aktivistës së ekstremit të djathtë Laura Loomer. Ka qenë kjo e fundit që ka nxitur presidentin të shkarkojë disa punonjës të cilët sipas saj nuk e mbështesin agjendën e tij. Ajo e tha hapur në rrjetet e saj sociale se generali Huff dhe zëvendësja e tij Wendy Noble janë shkarkuar pasi kanë qenë të pabesë ndaj presidentit Trump. Mirëpo këtë filozofi e ka bërë me dije edhe pak kohë më parë vetë presidenti Trump, ku I tha gazetarëve se do të largojë çdo punonjës që konsiderohet I pabesë. Vetë Agjencia e Sigurisë Kombëtare nuk ka pranuar të komentojë mbi këtë vendim për mediat ndërkombëtare. Ylli I kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa, që mbylli syt një ditë më parë në moshën 91 vjeçare, u përsoll sot për në banesën e fundit. Rreth mesditës, në ambientet e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, u zhvilluan homazhe në nder të artistës së madhe Margarita Xhepa. Të gjithë artistët kolegë të saj të përlotur e me diçka shumë të ndjerë për të thënë për ikonën e kinematografisë shqiptare. Ndërsa I biri Margarita Xhepës, Ndriçim Xhepa, rrëfeu sot dëshirën e fundit të nënës së tij. Ai u shpreh se aktoria ikonike dëshironte të luante edhe një film. Mbylli jetën e saj në mënyrë normale, pavarësisht se 2 muajt e fundit kishte probleme të karakterit shëndetësor, lodhjet e viteve bëjnë të vetën, kishte një natyrë të çuditshme, madje kur binte biseda në momente të shkëputura, kishte vite që thoshte për sken nuk kam fuqi, por për filmin kishte dëshirë të bënte edhe një. Filmi Bolero në Vilën e Pleqjve përkon edhe me fundin e jetës së saj, u shpreh I biri Ndriçim Xhepa. Tashmë në kinematografinë shqiptare ka një yll më pak. Sigurisht kjo vetëm në kuptimin fizik të fjalës, pasi vepra e Margarita Xhepës do të valvitet gjithmonë.